do kohë në për haj kohë të shkoj pyetja nga rrudhat. Do kohë të për një nga rrudhat dhe për një shezak, që shkencëtar, vendit tonë nuk e drejtojnë në rrudhat e shkencëtarët, po e drejtojnë njerëz e parasimuar të dështuar. Prandaj Shqipëria ka një gjendje. Kolonel, dhe një pyetje të fundit kam, të lutem për trojet tona në Maqedoni po zihen, në Kosovë kemi zgjedhje, në Preshevë erdhi një delegacion amerikan për të parë gjendjen aty me shpresë, kurse në Maltëzi fatmirësisht partitë shqiptare po bashkohen. Kur bëra librin e parë, paruar Çamerin. Në vitin 2004 që u masi shkëputa nga puna shtetërore, me studime që ka bërë dhe me aftësit kisha bëra librin e parë, bota shqiptare dhe sigurim kombëtar dhe Ministra e Kulturës Ruçi më kërkoi ta bënte promovim zyrtar në linjën e shkrimtarëve. Dhe drejtimin e bëri Dritroa Gollish në librin e shkruar. U trajtohet mjaft mirë. Si mund të realizohet integrimi i botës shqiptare? Integrimi i botës shqiptare nuk kërkohet vetëm me tanke dhe avion që nuk kemi neve, po me strategji politike, ekonomike, diplomatike, shkencore. Por, shikoni çfarë drame ka sjellë Edi Rama në bashkëpunimin Shqipëri-Kosovë në ditën e shtetëve, ku nuk funksionon asnjë lloj bashkëpunimi. Papa është bëri pa dëshurueshëm Kosovë. Shikoni çfarë thotë. Dhe më e madhja, deklaron botërisht që bashkimi i kombit shqiptar që ëndër edhe deklarisht dhe bashkimi i dy shteteve do bëhet bashkim evropian. Bashkimi evropian është bashkim politik dhe ekonomik. Por, kufit Gjermania ka kufi dhe Franca. Nuk merr dot 1 metër katror në Franca. Çfarë bashkimi do bëj Kosova edhe Shqipëria në ato teori të këtij njeriu të papërgjeshëm dhe krejtësisht të pahartë, fatkeqësi e madhe. Shikoj çfarë teori shet. Në vend të bashkëpunoj të ndërkohë sa dhe jemi fillt e bashkëpunimit e bashkëpunimit dhe integrimeve të reale dy shteteve, të cilat ligëshmëria ndërkombëtare nuk e ndalon me të referendumeve, ja që na krijoi panele më Maqedoni e nuk i Preshevë ku pyet ky. Ky s'po der dot Shqipërisë, ky na shpërbëri Shqipërinë. Ne më botë shqiptare. Kolonel, Vlora, vodi në xhet Italinë. Shqipëria bashkë me Vlorën. Shirua Shqipërinë nga italianët dhe gjermanët. Erdhi koha të ngrihemi të shpëtojmë Shqipërinë nga tratarët e brendshëm. E thash televizion plusi. Edhe sikur Miloševićin të kishin marrë me helikoptere nga Beograd në Tiranë. Këto që i bëri kjo politik e këtyre viteve nuk e bën dot. Pra, nuk ka dialog. Ose mendoj se klasi tjetër tani komunikon e dyja. Unë e di se sa thellë mendoj dhe se i shpreh këto që i shpreh. I shpreh me dhimbje. Sepse shteti shqiptar më ka arsimuar 16 vjet në të fushë. Brenda dhe e shtetit. Ka punuar 16 vjet jashtë Adheut për sigurinë e bordë kombëtare. Shpëtuam Adheun për shtetën dhe kombin. Por, tratarët e brendshëm janë më të rrezikshëm se tratarët e jashtëm. Ja ku përfundon Shqipëria dhe Vlora do jap një zgjidhje. Largohu Edi Rama dhe mos bën 972. E Sali Berisha e realizoi në 72 me firma paramedale shumica të cilat i krijoi pikërisht në Vlorë. Se Vlora shpërthente dhe tani po vepron në Vlorë të shpërthej Vlora shkatron Shqipëria. Larg duhet nga Vlora Shqipëria. Ikë punën tënde se do të përfundon keq. Adheu është i di shqiptarëve. Ja, kryeministri është menaxheri pronës, nuk është pronari pronës. Zotëri, nëse Edi Rama është bërë krye biznesmeni i pronës shqiptare dhe i jep gjithë mafjes botërore. Jo, stop! Së lëmë do të mëteja. Do vej problemi edhe me dhimbje të mëdha. Dhe ajo që do dhe djenë Vlorë duke rëmbyrë bran njeriu në mafja, dhe Edi Rama do të ambuloj me shkarkimin e drejtorit policisë të Vlorës, nuk i ha njëri këto. Populli shqiptar nuk është ignorant, tani këma t'i kanë zëmër.
lexoni që a shkruar diaspora nga jashtë. Lexoni që reagimi masiv ka. Do rikthehemi të shohë Shqipëri thonë. Por ta me sa duket u ka mënë lakun në dy të huaj dhe i komandojnë të realizojnë qëllimin përfundimtar. Si shpërbën popullin 2.2 milioni a shtetit, na shi duhet softojnë tokat, malet, detet dhe ishuj. Kolonel, unë të falenderoj shumë për bisedën. Të jam mirënjohës për kohën që gjete për të folur për këtë çështje mjaft të ndjeshme. Me dhimbje. Dhe sot neve, unë naturisht takoj me njerëz intelektual, avdetar, njerëz që nuk merre kafeneve, po merre me studime dhe me shkencë. Shqipëria është udhkryq. Në udhkryq. Edi Rama largohu se mirë nuk mendon që do më marrë titull shumë të rëndë për emiton Shqipëri. Po largohu sa nuk është vonë sepse ke fut Shqipëri në dhamë. Të falenderoj shumë, kolonel. Të uroj gjithë të mirat. Sepse Merkeli, gjitha e zonjë e Gjermanisë, që Gjermania shkëtjente, mas në gjithë shta miru pafshin Gjermani. Kolonel, po, edhe ajo 4 mandate qëndroj, sa Rama tani? Mos dëgjoni Rama, se Rama është i mashtru të gënjeshtar. Të shoj mua për dhe. Rama si të zojë. Dëgjoni apo jo. Merkel isha e zonjë, që jeton me 2 dhoma kushin pallat, dhe jo në avion se di Rama. Edhe nuk mbron të ajo zvënsen e saja, ka 10 miliardët e Shqipërisë, balukut. Se më robat me mbron balukun ai? Se mbron për krimin më të organizuar ekonomik Shqipëri qeveritar. Shqiptarët hubën 1.8 miliard nga firma piramidale. U i në piramidale. Sa janë vjedhje dhe qeverisë Rama. Shikoni kontrolin e shtetit, shikoni 4.8 miliard euro që akoma nuk po do të dozohet. Pra janë vjedhje kapitale masive. Po vendi shkëlqyer, shumë i pasur, më i vjedhur i botë. Më duket se keni humbur besimin edhe te SPAK-u. Unë shikoj OKB, futën OKB. Ku e ka Shqipërinë OKB-ja? Shkoj në Bergj. Ku e ka Bergji Shqipërinë? Vitën në stat, Shqipëria ku do e fundit dhe Rama mburret. Shqipëria thotë është bërë s'ka se jo, zotëri, është për ty dhe bandën hajdutërisë, jo popull shqiptar. Popull shqiptar e varfrove e shkatërove, sepse 385.000 banor bëjnë luftën bukë edhe ai stati pardje. Unë flas me shifra zyrtare, jo me fashefeme. 385.000 vetë Shqipëri bëjnë luftë për bukëtar, zotëri, da jeton cilë, Shqipëria është raftuar. Keni humbur besimin edhe te SPAK-u, më duket, kolonel. SPAK-u 18 veta janë. Në SPAK janë 18 hetus. Ka bërë diçka, por problemi madh është e gjykata e SPAK-ut, e cila me diu tundet dhe shkundet, që vrau 330 veta, dhe breth për Amerikë, dhe kryetari opozitës me gjithë probleme të tëra apo jo, vazhdon gjyqjet dhe seancat e pamarrueshme. Pra kemi problem të madh të gjykata e SPAK-ut. Të falenderoj shumë, kolonel. Rrofë Shqipëria, poshtë rrethërat.